Miqtë Prizmos, ashtu si kundër ju kam parashikuar, gjykata kushtetuese kthen dekretin e presidentit të Republikës për mi një farë mënyrë caktimin e datës. Por ajo nuk kthen të gjithë dekretin e presidentit, sepse zgjedhjet me datë 9 nëntor do të bëhen. Por nuk do bëhen zgjedhjet në Tiranë, sepse ishte e parashikuar dhe nuk është se presidenti i Republikës nuk e ka parashikuar. Ai e tha që gjykata kushtetuese mund të veprojë. Unë kam vepruar, por dhe gjykata kushtetuese mund të veprojë. Ato që lexoni ju në komente dhe në lajmet janë sigurisht për të jo vetëm konfunduar mendimet, po dhe për të shkuar përtej mendimeve. Të drejtat prerogativat e presidentit të Republikës, ashtu si ngoda herën tjetër ju sqarova, janë që të vendosit, po dhe prerogativat e gjykatës kushtetuese janë për të rishikuar atë që vendoset. Dhe normalisht secila ka prerogativat e veta. Dhe dihesh që në qoftë se Erion Velia do ankojë për datën e tij, sepse sigurisht ai pretendon të jetë i shkarkuar padrejtisht dhe ka çuar punën në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese do ta merrte përsipër, sepse ai është një njeri i zgjedhur ose si të them tash, njeriu më i zgjedhur i Shqipërisë si individ. Askërkush si kryetari i Bashkisë së Tiranës, cili do qoftë ai po në këtë rast po flitet për Erion Velien, nuk mund të marrë dot 180.000 vota kur zgjedhet. Është kryetari i Bashkisë Tiranës që e ka këtë kualitet. Dhe ai do të merresh përsipër. Dhe gjykata kushtetuese mori përsipër që me datën 31, më duket në 31 tetor të bënte seancën. Mundet të ndodhë që në atë seancë merret një vendim ku sërish data 9 tetor është e vlerësueshme për të bërë dhe zgjedhjet në Tiranë. Edhe mund të ndodhë edhe kështu. Asgjë nuk ka ndodhur në parim. Secili institucion i lartë ka marrë vendimet e veta. Presidenti i Republikës ka dekretuar zgjedhjet dhe në 5 bashki do të bëhen zgjedhjet. Në bashkinë e 6 që është kryesorja e Bashkia e Tiranës, këto zgjedhje nuk janë anuluar. Gjykata kushtetuese nuk ka anuluar zgjedhjet, ka pezulluar zgjedhjet për Tiranë që do marrin në shqyrtim ankesën e Erion Velisë. Është e drejta e saj që ta marrë këtë. Dhe këtë e kam paremruar herën tjetër. Të gjitha këto që dëgjoni në lajmet u pezullua mirë ja bën, e pastaj filloi njerëzit Rama kështu e Sali Berisha kështu e ky poshtë gjykata kështu e Erion Velia. Këto janë marrëzirat e Facebookut, kemi komunitetin e Facebookut, siç thash herën e fundit, i cili është komuniteti më i luajtur mendsh i Shqipërisë, ose të luajturit mendsh të Shqipërisë si flasin kështu. Imagjino kur urojnë vdekje edhe kur mbledhin dhe vlerësojnë kriminalin, imagjino të si çfarë mund të bëjë ky komunitet. Praktikisht u vu në zbatim e drejta që duhet vendosur. E drejta e presidentit për caktuar datën e zgjedhjeve dhe e drejta e gjykatës kushtetuese për të marrë shqyrtim para se të hyjë në zgjedhjet e Tiranës ankesën e Erion Velies. Dakor? Mirëmbrëma miq Prizmos. Mram rreth orëve të vona të natës kene edhe sot mëngjes është dhënë lajmi i jashtëzakonshëm për herë të parë në historinë 70 e sa vjeçare të një mosmarrëveshje luftrash, vdekjesh, vllahëtare. Jo vetëm lufte, por edhe si t'ju them tash, asaj që shpeshherë quhen gjenocid për dy anshëm, terrorit. Është një bisedë dhe marrëveshje për ta mbyllur përfundimisht këtë luftë. Për të çarmatosur dhe dorëzuar pengjet në Hamas, për të dalë në vijat e përcaktuara si pikë e marrëveshjes e ushtrisë izraelite, të dorëzimit të disa prej drejtuesve ushtarak, por edhe palestinezëve kapur rob nga Izraeli,
të trupave të disa të vdekurve, po ashtu edhe të robëve të vdekur marrë nga Hamasi. Janë pikat fillestare të planit fillestar për zbatim pastaj të planit madh për paqen edhe për ndërtimin e Palestinës. E sa duket po shkojmë drejt një plani paqe dhe kësaj radhe është disi e vështirë që të kundërshtohen jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe iniciativa jashtëzakonshme e presidentit Donald Trump. Por një marrëveshje të cilën ai e ka shprehur, sidomos me shpalljen e kësaj marrëveshje, e cila pritet që ditën e shtunë, si faza e parë të zbatohet plotësisht si nga Hamasi ashtu edhe nga Izraeli. Pra këto që ju shpjegova, dorëzohen pegjet e fundit 48 duket ishin dhe ata trupat të vdekur që kanë, po ashtu dhe disa i kanë marrë peng izraelitët ose i kanë kapur robë të reqen në zonën fillestare me marrëveshje, kuptohet, të ushtrisë izraelite. Dhe pastaj fillimin e fazës 2 dhe 3, cilat janë më të komplikuara dhe kërkojnë kohë. Por në mënyrë të menjëhershme është pikërisht faza e parë e ndalimit të luftës dhe fillimit të marrëveshjes. Sigurisht është e vështirë të realizohet dhe sigurisht do jashtëzakonisht impenjim të madh dhe jo vetëm po themi Izraeli. Megjithëse kanë shpërthyer urrat ke palestinezët edhe ke izraelitët, sigurisht. Absolutisht të gjithë palët e duan luftën të mbaruar kësaj radhe. Të përfunduar dhe duan paqen në konstruktivitet dhe të pakthyeshëm. Dhe pikërisht kjo po ndërtohet. Në fakt, presidenti Trump kishte dërguar në Egjipt për këtë marrëveshje dy njerëzit e besuar të Witkoffin, një diplomat dhe ushtarak karriere, njohë shumë i mirë i këtyre problemeve në linjën e mesme dhe pikërisht të konfliktit, sidomos konfliktit midis palestinezëve të Hamasit dhe Izraelit, dhe dhëndrin, Jared Kushner. Kushner pra që do të marri me koncesion Sazani. Jared Kushner sigurisht është lidhësi midis jo vetëm izraelitëve, dhe ai ka një pjesë të origjinës, po dhe të sauditëve. Dhe këtu qëndron edhe fantazia dhe pjesa e madhe e rëndësishme e planit i cili mund të ketë sukses, sepse janë të gjithë vendet e rajonit aty dakord me këtë plan, përfshi edhe Turqinë. Janë sauditët dakord, janë jordanezët, vende kufitare, sirianët, me njeriu e ri të fuqishëm. Ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë biseduar gojarisht dhe janë ulur me ordë për të biseduar me presidentin Trump. Kuvaiti, Katari, Egjipti, i cili ka vendosur paqen me Izraelin, nuk mund të luftojnë më njëri tjetrin. E kanë mbyllur një herë për gjithmonë atë. Pakësia e mira të vdekurve palestinezë. Aktit, kjo paqe po vendoset 2 vjet pas aktit terrorist, vrasjes nga 1200 izraelitëve dhe marrjes peng të disa qindra tjerëve. Dhe pastaj sulmin e Izraelit mbi rripin e Gazës, ku janë mijëra të vdekur. Është një luftë nga njëra anë me terroristë dhe që justifikojnë veten në mbrojtje, po që bëjnë terror, dhe pastaj përgjigje shumë e ashpër, shumë vrastare e Izraelit në anën tjetër. E jashtëzakonshme, shkatërrimtare. Është një egërsi e jashtëzakonshme e cila duhet përfundonte dhe ja erdhi momenti për të përfunduar. Dhe kur përfundon kështu dhe bisedojnë e binë dakord, mbetet pyetja. Tu është bërë patjetër gjithë kjo masakër për të vendosur paqen. Dhe këtu duket jo vetëm faji lartë, se shpeshherë hedhin fajin lartë, e kanë lartë këta fajin. Faji është edhe poshtë. Pa fajin poshtë nuk shkon në lartë.
është në bazamentin e urrëties të jashtëzakonshme. Dhe ja urdhënon se çfarë bën. Pra u dash ka bërë një gjakderrje të tillë e madhe, siç janë në shumë raste të tjera të botës, për të vendosur një paqe. Duhesh patjetër të hidhesh bomba atomike në Nagasaki dhe Hiroshima për të bërë një paqe. Duhet të bëheshin mijëra viktime në Vietnam për të bërë një paqe. Pastaj duhen mijëra viktime edhe në Ukrainë për të bërë një paqe nesër. Dhe gjithë ata që kanë bërë luftën i japin dorën njëri tjetrit, ndërkohë viktimat janë në ndaj. Kanë vdekur. Kanë për të quajtur martir, viktima. Nëse kjo është faza e parë, pastaj faza e dytë ka tërheqjen e plot, çarmatosin e Hamasit, dhe mos marrin pjesë politikisht asnjë prej tyre që kanë luftuar. Tërheqjen e plot të Izraelit, dhe pastaj vendosje në një administratë ndërkombëtare, nësa të administrimit, të ndihmave, të ndërtimit, të pastrimit vendeve, të heqjes së pasojave të jashtëzakonshme, shkatërrimtare në atë vend dhe krijimin e shpresës. Kthimi dhe krijimin e shpresës. Është një punë e gjatë, por vendet aty të rajonit të pasura dhe sigurisht edhe Bashkimet e Amerikës, të cilët kanë marrë përsipër tashmë me presidentin Trump, duan që me të vërtet ta zgjidhin një herë për gjithmonë. Ndërkohë që avancohet me fazat e planit të paqes, është një plan paqes me 22 pika. I jashtëzakonshëm, por ai nuk mund të realizohet me një herë, është pamundur. Po pjesë, sidomos kjo ishte pjesa e parë shumë e rëndësishme, ndalohet lufta dhe të riqen pozicionet e tyre. Dorëzohen pengjet, është faza thelbësore, me të vjen paqja. Dhe pastaj mbi bazën e mosluftimit dhe paqes, fillojnë ndihmat, futen trupa ndërkombëtare dhe sigurisht aty nuk të futen vetëm trupat e perëndimit edhe Bashkimet e Amerikës ose vendet e fuqishme europiane, por do futen edhe vendet arabe, Turqia, sigurisht. Presidenti Trump i falenderoi gjithë vendet arabe atje si pjesëmarrës në planin e paqes. As palestinezët as Izraeli nuk mund të thotë më asnjë fjalë. Megjithëse Izraeli ka rënë dakord. Që ne tash do bëjmë kokën tonë, sepse janë të gjithë të një mendje. Edhe ato kundërshti që dukeshin nga Hamasi, me sa duket kanë marrë fund. Nuk kanë pse kundërshtojnë më. Aty është falur jeta dhe njëkohësisht ju shton tash nuk jeni të ngarkuar më. Më vonë nuk e dihet gjykatave ndërkombëtare dhe ç'mund ndodhi me to, por tani për tani ato nuk shpallen më terroristët dhe kërkohen për të arrestuar. Për këtë nuk duhet vendosur dora në zjarr, se ne kemi shembuj shumë të këqij të kësaj pune. Dikush ata i quan martirë dhe i quan njerëz të luftës, dikush i quan terrorist, bota kështu është e formuar. Dhe etnonacionalizmat dhe etnoreligionet janë të tmerrshme. Asnjëherë s'do t'ju kesh besën sepse ata po të mos ta kesh mendin çohen edhe bëjnë namin. Në këtë pikë jemi vetëm në drejtim të shpresës si jashtëzakonshme. Dhe unë kam regjistruar në mëngjes pikërisht këtë emision, nuk e di çfarë mund të ketë ndodhur më vonë gjatë orëve të ditës sotme. Por them në mbrëmë, po regjistrimin e kam bërë në mëngjes. Po pati një diçka të re, sigurisht unë do ta shtoj dhe ta plotësoj. Dakord, miqtë e mi. Tjeta që desha t'ju them ishte sigurisht përgatitja për të zhvilluar zgjedhjet në 6 bashki, cilat sigurisht mendjet politike që e dinë, e njohin, e kuptojnë që të gjashta nuk kanë shanset që të fitojnë nga opozita, e cila është në pozicione jashtëzakonisht komode, e pa organizuar, e turpruar shumë, jo vetëm në organizimin politik dhe demonstrativ, por njëkohësisht edhe në bashkimin mes vetes edhe sistem politik për cilën ata thonë që jemi edhe mbrojmë. Me të vërtetë që janë shkurt, por shkurt janë për të gjithë. Dhe ai që është më përgatitur është edhe më i qartë. Sa për Tiranën. Tirana sigurisht u sqarua mirë se kush është ideja. Ideja është se opozita nuk ka një njeri fitues. Thjesht ka një njeri përfaqësues, i cili pjesën komediane të tij, të sinqertë,
do ta kthejnë të pasinqert në komedinë që luhet për të përballur me ata që e kanë të sigurt fitoren dhe që janë përgatitur për fitoren. Normalisht që njerëzit do të ndahen në kategori, por ajo që më vjen keq është pasinqeriteti i jashtëzakonshëm i shumë elementëve atje. S'faku të mbyllin gojën, kur e shoh atë i lirë Ali Mehmetin duke folur seriozisht, më vjen për të vjellë. E di shumë mirë, sepse i ka bërë një 2 gara, e di shnoll me partinë e tij dhe vazhdon të tregoj prralla me mbreta, kupton. Ose edhe elementë të tjerë nga ato partitë e reja, vjen për të vjellë kur flet edhe agron shejaj. Që thotë unë mbështes, pastaj nxjerr gjithë farë filmash. Edhe me shumë elementë tjerë, analistë, cilët dëgjoja atë Artan Hoxhën, jo atë kriminalistin, po që del në për bën xhiro në parcelat e drogës, këtë që ka universitetin, këtë që desh të zgjidhesh president dhe doli pjesëtari i sigurimit të shtetit, bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit. Keni parasysh? Ai ishte krah zjarr, kupton, për bina i cili sigurisht është një aktor i jashtëzakonshëm për ne, shumë i mirë, është i jashtëzakonshëm ashtu më. Ne nuk nxjerrim zakonisht aktorë të tillë. Është pikërisht i jashtëzakonshëm. Por që të gjithë nuk flasin sinqerisht dhe seriozisht. E kthejnë politikën mësandaj në një grotesk të jashtëzakonshëm. Pra nga komedia në jetë dhe në politikë, në jetën e politikë, komediante. Jo është jashtëzakonisht e keqe. E tashmë ishte më mirë që të thonin përfaqësohesh Shkëlqet Berisha se sa të shkohesh kështu në këtë lloj mënyre, se dihet sponsorizimi kujt është. Do të ishte më e qartë kjo punë. Bile kam përshtypjen që njerëzit në Partinë Demokratike mund të besonin më tepër militantët, kupton. Sesa një interpretim i tillë i fakteve në mënyrë të çuditshme, të jashtëzakonshme. Dakor, miqtë mi.